Këtu është horoskopi i shtun 5 prill 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Është një ditë interesante, marrëdhëniet familjare mund të përmirësohen. Nëse ka diçka që ju shqetëson, duhet të bëni durim, në mbrëmje situata do të qartësohet duke ju lejuar të jeni më të qetë. Demi. Fitoret e vogla në horizont, mbani mend se nëse doni një biçikletë, atëherë duhet të pedaloni. Kjo është arsyeja pse përballë zgjidhjeve, detyrave apo lajmeve të mira mund të lodheni më shumë se ç'duhet. Binjaket. Sot nuk mund të qëndrojnë askush, rrezikoni të thoni gjëra të gabuara. Në dashuri jeni të padurueshëm sepse dëshironi gjithçka dhe menjëherë, ose kuptoni se si mendojnë ata që luajnë me zemrën tuaj. Gaforja. Ne nuk mund të themi që ju jeni me energji maksimale, sot është më mirë të shmangni çdo lloj agitacioni dhe nervozizmi si në shtëpi ashtu edhe me miqt. Luani. Do të dëshironi të kishit vetëm njerëz vital në krah, plot optimizëm. Mos harroni gabimet e së kaluarës. Virgjeresha. Periudhat e vendimeve, çifte që kanë qenë së bashku për vite me radhë mund të kenë vendosur të martohen, të jetojnë së bashku. Udhëtimet dhe kontaktet me të largëtit sjellin gjëra të reja. Peshorja. Kujdes nga paraja, një kërkesë mund të vijë nga familja. Sot gjendja shpirtërore është paksa kërcimtare. Akrepi. Periudha që ju fton të përjetoni emocionet më intensivisht. Sot kokfortësia juaj do t'ju ndihmojë të zgjidhni një situatë të keqe. Shigjetari. Një kohë e mirë për ata që përjetojnë përvojat e para në dashuri, por që për shkak të një pasigurie, çdo vendim duhet të merret me shumë kujdes. Jepini vetes paqe mendore dhe frenoni ambicjet si qëllim në vetvete. Britsjapi. Periudha për të shfrytëzuar sa më shumë. Në dashuri do të arrini të rregulloni një marrëdhënie në krizë ose të hidhni tutje kujtime. Ujori. Pak rej që kalojnë nuk e prishin klimën e gjallërisë, humorit të mirë dhe shoqërueshmërisë që karakterizon këtë ditë. Në dashuri është e mundur të bësh veten të dëgjohet. Peshqit. Kjo ditë është e përshtatshme për të kuptuar se kush është pranë jush. Kënaqësi e madhe vjen nga motrat dhe vëllezërit, fëmijët dhe nipërit e mbesat. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.